Kreu i PDK-s Memli Krasniqi ka dhënë dorëheqjen nga posti i tij. Vendimi i tij erdhi pas një periudhe të gjatë reflektimi brenda partisë, ndërsa zhvillimet e fundit në PDK pritet të sjellin ndryshime të rëndësishme në strukturën drejtuese të këtij subjekti politik. Sipas burimeve brenda partisë, kandidati më serioz për ta pasuar Krasniqin në krye të PDK-s është Bedri Hamza, ish ministër i financave dhe aktualisht një nga figurat më të respektuara të këtij subjekti. Krasniqi shtoi se do ta mbështesë vetë Hamzën nëse ai garon. Preferencën time për Bedri Hamzën nuk e fsheh, përkundrazi me kënaqësi e bëj publike, tha ai ditën që njoftoi largimin. Lidhur me këto zhvillime, analisti politik Blerim Burjani ka komentuar rreth dorëheqjes së Krasniqit dhe mundësisë që Hamza të marrë drejtimin e PDK-s. Bedri Hamza sipas të gjitha gjasave do të jetë kryetari i ri i kësaj partie, një njeri pragmatik, jo shumë i matur në politikë të nivelit të lartë, por me një eksperiencë profesionale të respektuar. Mendoj se Bedriu është një nga kandidatët më serioz të këtij subjekti. Ai ishte edhe kandidat për kryeministër në zgjedhjet e nënshkurtit, tha Burjani. Ai shtoi mëtej, mendoj se PDK-ja në mungesë të një lideri karizmatik të besueshëm, figure të pastër politike dhe pa afera, do të përcaktojë një profesionist të mirë. Tash sa ka guximin politik për të marrë hapa të mëdhenj, pritet të shihet, nuk e besoj, por rasti i Ramizit në Drenas ishte dëm për PDK-n. Kjo parti pa kënaqësit i amortizon gjithmonë. Nuk i lë të lirë dhe nuk kanë guxim të deklarohen lirshëm të pakënaqurit, përfundon analisti Blerim Burjani. Kujtojmë se dorëheqja e Memli Krasniqit vjen në një kohë kur PDK-ja po përballet me kërkesën për reformimin e brendshëm dhe me sfidat për të pozicionuar si alternativë qeverisëse në zgjedhjet e ardhshme. Dorëheqja e Krasniqit vjen 5 muaj pasi ai ishte rizgjedhur në krye të partisë për një mandat të dytë në qershor.